Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1547 ndahet nga jeta Henry VIII, djali i tij 9 vjeçar, Eduardi i VI, u bë mbret. 1807 ndriçimi i parë në botë i rrugëve me gaz është përuruar në Londër. 1813 botohet romani i dytë i Jane Austen, Krenari dhe paragjykim. 1820 u zbulua Antarktida. Procesi i zbulimit të Antarktidës e ka zënafillën që në vitet 600 deri në 300 para erës sonë. 1877 filloi ngërmimet për të ndërtuar kullën e Eiffel në Paris. 1878 Yale Daily News u bë gazeta e parë e përditshme e një kolegji në SBA. 1921 10 miliard sterlina ishte shuma që aleatët i caktuan Gjermanisë si dëmshpërblim për luftën e parë botërore, paguar me këste për një periudhë 42 vjeçare. 1932 forcat japoneze sulmuan qytetin Shanghai në Kinë. 1945 filloi transmetimi i programit në gjuhën shqipe në valët e Radio Shkupit. 1972 ndërron jetë në moshën 65 vjeçare në Milano shkrimtari Dino Buzzati. 1985 kënga We Are the World regjistrohet në Hollywood nga 45 artistë të njohur. Kjo këngë e famshme është shkruar nga Michael Jackson dhe Lionel Richie. 1986 shpërtheu 73 sekonda pas nisjes nga toka anija kozmike Challenger, anija e dytë kozmike që NASA kishte nisur të përdorte për misione hapësinore pas anijes Columbia. 1997 kardinali i Shqipërisë, Mikel Koliqi, ndërron jetë në Shkodër në moshën 94 vjeçare. 2005 hapet edicioni i 38 i kampionatit botror të skive alpine në Bormio të Lombardisë. 2006 çatia e njërës prej ndërtesave të panajirit ndërkombëtar në Katowice të Polonisë shembet për shkak të peshës së borës, duke vrarë 65 persona, si dhe duke plagosur më shumë se 170 të tjerë. 2011 në Egjipt zhvillohen demonstrata kundër regjimit të presidentit Mubarak. 2012 është ndarë nga jeta Keriman Halis, fituesja e parë nga Turqia e një konkursi ndërkombëtar bukurie.